Të shtunën e kaluar, teksa po zhvilloi Prime i Big Brotherit, ndodhi një incident shumë i rënd ku një nga banorët, Jozi, teksa po linte shtëpinë, qelloi me shuplang gjesti. Kjo ngjarje solli komente të shumta në Shqipëri, po ashtu edhe në Kosovë. Për të diskutuar për këtë temë në një aspekt, po themi, sociologjik, psikologjik, kam të ftuar në një lidhje Skype psikologen e njohur Marcela Lekli. Marcela, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju që na jepni mundësinë që paktën ne si ekspert të fushës të japim paktën një mesazh që në fund të gjithë dinamikave dhuna nuk është zgjidhje në asnjë emision. Besoj se ju e keni parë atë fragmentin kur Jozi goditi gjestin. Parë dhe nga gjithë pjesa e dinamikës. Mendoni që ky ishte një veprim i mirë menduar i Jozit, apo ishte një vendim i momentit, parë dhe nga, po themi, dinamike që ai doli nga shtëpia? Të jemi sinqert, realisht, unë nuk është se e kam ndjekur për shkak të angazhimeve të mia shumë format të Big Brotherit, dhe thjesht çfarë më kem hasur gjatë rrjeteve sociale, problematika, dinamika, gjëra të bukura, gjëra pozitive dhe ato negative. Por dua të them që përpos të gjitha dinamikave që ato më kanë pasur brenda, kanë hasur në një tjetrin, është një format televiziv që në fund, paktën në imazhin apo në atë që i përcjellet çdo teleshikuesi, se nuk thuhet edhe kot në fjalë që është një format VIP. Ti duke qenë një VIP, nuk do thot VIP të bën vetëm titulli VIP, që mund të jesh një këngëtar, mund të jesh një aktor, mund të jetë një personazh i njohur. Fjala të thuhet VIP në thonjza duhet të jesh mbi të gjitha një njeri human, një njeri i ndërgjegjshëm, qoftë në veprimet e tua apo dhe në reagimet apo sjelljet e tua. Dhe dalim tek fjala, tek akti i cili ka ndodhur, në fund të gjithë saj është një lojë. Dhe çdo kush mund ta përcjellë lojën e tij në format e tij si e mendon më të mirë, qoftë ato në dinamikat negative apo dhe ato pozitive. Dhe që në momentet e para që ti ke pranuar të jesh pjesë e asaj loje, ke pranuar shumë dinamika që ti duhet të kapërcesh aty brenda, qoftë ato të mirat apo të këqijat e saj. Dhe mendoj që ajo fragment apo ai moment nuk është se mund të ketë qenë i menduar apo i mirë menduar nga personazhi, por siç e përmendëm dhe e tham që vetë fakti që ai la shtëpinë atë ditë dhe u largua nga shtëpia dhe personi që ai gjithmonë kishte konflikte vazhdoi të qëndronte në shtëpi, normalisht ai ka menduar sepse është kjo një indicie që ai e ka stisur gjithë situatën apo e ka manipuluar që ky të lëri shtëpinë atë ditë. Dhe normalisht ka qenë dhe një veprim i nxituar, i natosur dhe dhe normalisht jo i menduar, i paramenduar më përpara, diçka ka qenë momentale. Plus mund të përmend pak edhe të cek edhe një moment, në momentin që personazhi po lente shtëpinë, ju komunikua që mos më dil përpara, diçka e tillë, ose mos më hap derën, sepse ai realisht nuk donte që të kishte përplasje me këtë njerëz, qoftë dhe problemet që përplasje që ata kanë pas brenda shtëpisë. Duke ditur që edhe nga pala tjetër ka qenë një indicie për të ndodhur ajo që ndodhi, edhe të dyja palët arrin në këtë situatë që kanë arritur. Marcela, ajo që bëri përshtypjen fakti ishte qëndrimi i personazhit i Jozit, pra sipër kokës momentin që e qelloi, pasi e qelloi qëndroi sipër dhe duke i thënë që domethënë si lloj triumfi, dhe më pas ai tha që nuk e meritoja që unë të isha pjesë e këtij formati. Pra, kjo lloj sjellje jep ndonjë shenjë për natyrën e personazhit? Dalim tek ajo që sapo përmenda edhe më lart, që të jesh një personazh VIP, thash nuk të bën titulli VIP, sepse janë shumë gjëra dhe që ti i përfaqëson si individ, qoftë nga etika, qoftë nga komunikimi, qoftë nga transparenca, qoftë nga arsimi dhe qoftë edhe nga karakteri që ti mbart me veten tënde. Ndoshta aty Xhozi brenda asaj shtëpie, ndoshta nuk e ka gjetur veten si një personazh i tillë, ndoshta nuk ka qenë pjesë e nivelit të asaj shtëpie dhe normalisht
nuk mund të themi me të drejtë, ai të drejtat e tij se si mund ta ketë menduar apo paramenduar, dhe duke marrë shkas për këtë që ka cituar në fund, mbasi e ka goditur, e ka shprehur dhe këtë pjesë sepse mund bëhet kjo lidhje, domethënë ai nuk e ka gjetur veten në atë shtëpi, duke parë domethënë shumë drama, shumë skenare, shumë gjëra të ndryshme që ndodhin si gjithë secili të nxjerrë të keq njëri tjetrin për të pas një lojë për të ecur. Por nuk mendoj që kjo është formati dhe gjëja e duhur për të ecur paktën në këto formate, për të përcjellur paktën një format edukativ, qoftë edhe personazhet që janë aty brenda shtëpisë. Në mendimin tim, domethënë se janë fragmente, janë fjalë që transmetohen, janë gjëra që përcillen nëpër rrjetet sociale, që përdoren qoftë edhe si meme, qoftë edhe si episode të ndryshme, por për mua këto formatet nuk duhet paktën të jepet një zë kaq shumë. Ka pasur shumë, po themi, komente lidhur me reagimin e banorëve pasi incidenti ndodhi, ku janë kritikuar Rozana me Laertin për, po themi, një lloj neglizhence, mosveprimi pas momentit që ndodhi. Si e keni parë këtë moment dhe a i vjet faj, po themi, disa personave që janë të izoluar për kaq shumë kohë që t'ju kërkosh një reagim sa më të shpejt për situata të papritura? Normalisht që gjendja e tyre, gjithë secili që është aty brenda, normalisht që është e rënduar, sepse kanë tërësi të shumta, qoftë nga pjesa e formatit, qoftë nga pjesa e reagimeve, qoftë nga pjesa e qëndrimit, duke qenë një personazh që monitorohesh 24 orë në 24, dhe pjesa e dytë është si përcillet nga teleshikuesit, si mund të përdoret, si mund të interpretohet, edhe kjo është një pjesë tjetër. Pata e tretë është që aty janë për një lojë dhe sapo vjen edhe po fryhet më shumë akoma për triumfin se kush do jetë ai fitimtari, dhe fillojnë domethënë gjithsecili mundohet të mbajë atë qëndrimin e vet, domethënë duke mos u përfshirë në situata të pakëndshme siç edhe realisht ndodhi. Sepse mund të jenë ndoshta mund të ishin pikë të humbura për ta, ndoshta edhe pikë më për të fituar. Pastaj është çështje domethënë si e kanë perceptuar gjithsecili prej tyre. Nëse ka qenë një reagim pozitiv që ata mund të përcjellin ndaj njëri tjetrit, apo ka qenë një reagim që duhet stoponin dhe nuk duhet të reagonin më shumë për aq sa nuk reaguan. Çfarë mund të themi për gestin i cili, po themi, ishte edhe viktima në këtë rast, duke qenë një viktim që është në publik, që është një video që po qarkullon në gjitha rrjetet, ngjarja ka ndodhur po themi në prime time, ku shikueshmëria ka qenë shumë e lartë. Pasojat psikologjike janë të ndjeshme për këtë personazh? Unë mendoj që nuk mendoj se mund të jetë ato pasojat psikologjike aq të rënda sa ai mund ta përjetoj. Ai e ka menduar dhe e mendon me veten e vet, pa ai mendon se po bën ose po përdor rolin e viktimës në këtë mes, siç ka përdorur deri më sot. Dhe nuk është se mund të ketë pasoja, mund të jetë shikueshmëria, përderisa ai ka pranuar aty, ka bërë dhe gjëra domethënë në nivele më të ndryshme jetike, dhe nuk e ka menduar kaq gjatë se si mund të rëndojë në anën e tij psikologjike, dhe nuk mendoj se mund të jetë kjo pjesë që mund të ketë ndikojë tek ai person. Absolutisht fare. Po lidhur me banorët që kanë gati 3 muaj që ndodhen të izoluar, si mund të jetë gjendja e tyre, po themi, shëndetësore, mendore? Sigurisht që gjendja ti je brenda një ambienti tënd dhe në momentin në 24 orë kur ti nuk del nga banesa jote apo ku nuk ke një frekuentim jashtë ambientit të shtëpisë tënde, normalisht që domethënë je i ngarkuar emocionalisht dhe psikologjikisht sepse je i mbyllur brenda. Jo të jesh në një ambient të tillë që je i mbyllur dhe vetë fakti që ti je i monitoruar, që është akoma më shumë, dhe sigurisht që nuk mund t'i vën fare sepse ngarkesa psikologjike normalisht që ka efektet e saj, por gjithsecili që është aty brenda, nuk është aq e thjeshtë. Pavarësisht se si vazhdojnë dinamikat, pavarësisht se si shkon loja, pavarësisht se të gjithë duan të dalin të fituar, të gjithë duan të dalin të parë, të jenë në qendër të vëmendjes, qoftë në media apo rrjetet sociale, por pa marrë parasysh sepse edhe ana emocionale është shumë e rëndësishme, sepse bën edhe kjo ka ngarkesat e saj në çdo moment të tyre. Marcela, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve.